Rikthehemi shkues të nderuar për pjesën e dytë të takimit ndërmjet PS dhe Borës. Rezultati 39 me 30, çerku i parë 18-13, i dyti 21-17, të dyja të në favor të ekipit të Pejan. Dhe si rrjedhoi kemi 9 pikë plus për ekipin e PS. Sa i përket kosha shënuesve tek Pejanet, më efikase me 7 pikë është Marcel, Dadan Berisha dhe Da Silva, po që në anën tjetër për ekipin e Borës më efikasi në 20 minutat e para është Adam Mekic me 9 pikë, po që 5 ka Zeqiri, 4 Dion Haxhosaj. Posedimi i parë i takon musafirve. Është Alex Lomax për Haxhosaj. Lomax, Haxhosaj. Cambridge. Home driblingu për një qas. Të rinë të merë vetën. Gjuan për 3. Cambridge nuk shënon. Është Grisiunas i cili bën kërcimin e tij të 6. Po aq pik për lituanezin. Marquis Towns. Dadan Berisha. Towns me tabel i sakt. Hap llogarinë çerekun e tretë. Towns tashmë 41-30. Lomax. Adam Mekic kundër Dadan Berishës. Mekic quan nuk shënon, kape topi përsëri dhe mundësia e re për ekipin e Borës nga këndi. Mekic quan për tentimin e tij të dytë në këtë aksion, as Serava nuk shënon, por musafirët me fat, është njëri për lojtarëve Pejan që ka prekur ato topi i fundit, si duket qendra Benas Grisiunas. 14 sekonda. Alex Lomax. Zeqiri. Haxhosaj me luftë me Grisiunas. Grisiunas fiton atë betejë, por kapet topi përsëri, ndonë se vonohet në përfundimin e aksionit. Një tjetër top i humbur nga ekipi i Borës. Marquis Towns under Alex Lomax. Towns. Berisha. Berisha. Da Silva për 3. Jo. Da Silva, Gjuan, jo, asafë nuk është. Topi takon Alex Lomax. Dion Haxhosaj, përsëri dueli qendrave, përsëri fiton lituanezi Benas Grisiunas me mbrojtje fenomenale. Da Silva nxjerr topin për Arti Hajdari, i cili gjuan për 3. Është i sakt. Arti Hajdari. 6 pikë për të. Treshja e dytë. Alley-oop. Zeqiri për Desmond Cambridge, nuk përfundohet aksioni dhe ka faul në anën tjetër nga Adam Mekic. Mekic me personalin e dytë. Besnik Azemi inkuadron në lojën në vend të Dion Haxhosaj. Grisiunas, faul nga Cambridge. Punë të jashtëzakonshme në pozicionin e qendrës nga Benas Grisiunas. 7 pikë për të. Në fakt 6 të këndjes, 7 kërcime. Në dishuan
sakt. Krisiunas 0-4 në vija gjujtjeve të lira. Dhe në fund shënon një pas. Pika 7. Alex Lomax. Për cilë hapas hapi me Towns. Lomax Gjoan nuk shënon. Ka hapi dobi nga Tulio da Silva. I shpejt. Terran Berisha, çon mbrojtjen, do të shkojë deri në fund. Do bëhet topi nga Azemi. Berisha. 9 sekonda. Krasiunas, Berisha gjuan për 3, nuk shënon. E shpejtuar kjo, Da Silva kap topin për 3, nuk shkon. Në Marquis Towns. Besnik Azemi me kërcimin e tij të parë. Adamekic, kundër Arti Hajdarit. Bloku nga Azemi. Kryojt një hapësirë dhe ka faul nga Arti Hajdari. Mekic. Faul nga Berisha. Adam Mekic për plasët në parket dhe totalisht e pa qëllimshme kjo. Duke shikuar edhe një herë. Lëvizje jo e natyrshme nga Terran Berisha, nuk them që ka bërë me qëllim, por oj. Padyshim njëri për lojtarëve më të mirë në telashe. Shpresojmë që të mos jetë asgjë serioze, natyrisht një gjë që nuk ja dëshojmë as një sportist janë lëndimet. Alex Lomax, Azemi, Cambridge për 3. Cambridge nuk shënon, ende nuk ka shënuar jashtë perimetrit, 0-3 për Cambridge. Towns. Hajdari. Towns. Me çfarë depërtimi aty e çon mbrojtjen, por nuk arrin të shënon. Zeçiri ngatrohet me top, pasimi i shtyrën tashmë Lomax. Besnik Azemi nga këndi. Si e topi jashtë. Ka kohë dhe 6 sekonda. Alex Lomax quan mbi duart e qendrës Krisiunas dhe shënon. Alex Lomax pika tje 9. 45-33. Towns. Arti Hajdari për treshën e tij të dytë. Si ju nuk shënon për kapet o nga Da Silva me atë vertikale monstruoze. Pasimi për Krisiunas ndalet me faul nga Jetmir Zeçiri që do tjetë e tij e 4-ta. Ja dhe një treshja e Alex Lomax që afron rezultatin në 45-33. Berisha. Krisiunas. Berisha mbrapa shpinës, por me fat. Në pejanet, ka prekur njëri për lojtarëve të Borës, ai top. 5 sekonda.
Towns, Berisha, për 3, nuk shënën. Krisiunas jo, Besnik Kazemi. Alex Lomax, hava të shpejt, nxjerr topin jashtë, qarkullimi, Shirko, për 3, është i sakt. Time out, kërkuar nga Sebastian Krastovec. 4:36. 2-3 Shëravazi afrojnë në rezultat këtë takim. 4 minuta 52 sekonda deri në fund të çerekut të tretë, edhe njëherë me të ngadalësuar ky aksion i fundit i ekipit të Borës që përfundon me këtë treshe nga Henrik Shirko. Për një qastë statistikën e Alex Lomax, 9.2 kërcime, 2 asistime. Amin Hot. Agresive mbrojtja nga Lomax, tashmë. Grisiunas, diagonale, topi për Dardan Berishën. Arti Hajdari, rivendoset, Amin Hot. Ka dhe 3 sekonda, Amin Hot, gjuan për 3! I sakt. Nën presionin e kohës, i cila ishte më pak se 3 sekonda, sjell më të mirën nga ajo situatë. Lomax në anën tjetër, përsëri qarkullimi i mirë, Mehmeti për 3, edhe ky shënon. Treshja e dytë e Rezat Mehmetit. Në kohë të duhur, të dy shënimet jashtë perimetrit për Rezat Mehmetin. Hot, foul. Shojmë edhe një. Alex Lomax në tentim për të ndalur Tristan Ikpe. Grisiunas largohet nga loja, lëshon vend për Da Silva, ky i fundit të e cilët me duar të kibe nga tifozët e pejanve. Amin Hot. Da Silva sa elegant në depërtimin e tij. Alex Lomax. Shirko. Mehmeti. Alex Lomax. Cambridge për 3. Gjuan, nuk shënon. Hyn dhe dala i top. Mundësia re për pejanët të ngrisin e përsin, e cila është 11. Amin Hot. Da Silva. Arti Hajdari. Kërkon topina Da Silva, 1-1 kundër Cambridge. Da Silva me rolling, tabela, jo, nuk shkon. Kapi topi nga Ipke, mundësia dytë për pejanët, por i vëmendshëm ishte aty Cambridge. Pasimi shkon ana Shirko, Mehmeti për 3, jo. I gutshëm në atë gjuajtje, ishte nën presion nga mbrojtja e mirë nga Arti Hajdari. Dhe nuk ka pik. Dardan Berisha shkon deri në fund, nuk ka pik. Rezat Mehmeti, kaotike kjo lojë në këto 60 sekonda të fundit dhe pasimi nga Cambridge duke mos shikuar fare për Henrik Shirko në sjell pikën e 41 për Borën. 9+, 2 minuta 27 sekonda deri në fund të çerekut të drejtë. Amin Hot në kërkim të pasimit. Ipke
është ngarkuar aty pasi që ka dy lojtarë. Azemi përsëri kap topin. Është ai i cili nuk arrin ta mban për më gjatë. Edhe njerë asistimi nga Cambridge për Henrik Shirkën. Ishin pikit e fundit të ekipit të Borës. Aminot. Dhe kalojnë sekondat e lejuara për të nxjerrur topin apo të futur topin në lojë. Berisha e largohet nga loja dhe është Ronuka i cili inkuadrohet në vend të tij. Alex Lomax. Lomax gritet, Gjuan nuk shënon. Amin Hot. Pasimi për Da Silva. Shirko mbrin me kohë në mbrojtje. Kthehet topi përsëri për Amin Hot. Amin Hot. Mbrojtja mi nga Azemi. Da Silva. Ikpe nga një pozitë vështirë nuk shënon kësaj radhe Bora me mbrojtje fenomenale. Foul nga Amin Hot. Nga Henrik Shirkos. Hot me personalin e tretë. Henrik Shirko. Alex Lomax. Lomax, Gjuan nuk shënon. Mundësi e re për Pejanët. Da Silva, aksioni i bukur për Ranukaj. Dhe pikët pranohen. Ishte ndërhyrje në kosh apo në rrjet. Një gjë që nuk lejohet. 52-41. Ja, shohim edhe njerë. Ka prekur rrjetën Alex Lomax. Shirko. Pikë të shpejta nga Bora. 52-43. Një minut, deri në fund të çerekut të tretë. 19 në këtë çerek. Ikpe. Dhe Besnik Azemit. Ikpe ka faul nga Azemi. E bën herët për mos të lejuar shënim të lehtë. Ja dhe një dueli. E me të Besnik Azemit dhe Tristan Ikpe. Ikpe me 3 pika të kërcime, shënon në gjujtën e parë. Në pikën e tij të katërt. I saktan në gjujtën e dytë. Në shumë qëtësi. Tristan Ikpe për 54-43. Ja dhe njerë Cambridge me këtë asistim për Henrik Shirko që ishin pikit e fundit të ekipit të Borës. Jemi në minutën e fundit, 47 sekonda dhe në fund. Nga to 17 të takojnë ekipit të Borës. Alex Lomax. Në lori kthehet Haxhosaj. Pasim i cili nuk e gjen Cambridge. Ardi Hajdari i sakt. 54, 56 me 43. Plus 13. Rezat Mehmeti. Mehmeti. Rokuka e pranti. Mehmeti për 3. Foul. Ranukaj, do të kemi 3 gjujtje të lira. Gjithçka bëri mirë Ranukaj deri në momentin shënën për 56-45.
5-6, 40 këtu do të përfundoj edhe Qereku i tretë, të ndëruar shikues, 10 pike përsi për Pejanët. Do të kemi 2 minuta pushim. Dhe ko që besoj që regjia do të na dhurojë momentet më të mira të Qerekut të tretë. Dëgjojmë pas pak. Fillojmë Qerekun e fundit. Pejanët me pozitimin të topit. Ron Ukaj, Merlin, kundër Shirkos, Sharan! Ukaj, pika ti e 10. Musab Mala. Towns. Fenomenal. 60 me 46. Mehmeti për Musab Malën. Mala për pikë të reja. Derek Woods. Gjendet një në atë pjesë të lyrë. Në anën tjetër. Arte Hajdari. Ndal Hovi me të drejt ka ko. Për Pejanët, Hajdari, Ukaj. Në pjesë të lyrë dhe topi është i humbur kësaj radhe dhe kemi time out. Kërkuar nga Danilo Rakočević. Organize 3 now. Okay, we are there still. 3. Either let Desmond. Okay? So you go to take the ball. Desmond, say, listen, fake and good handoff. Okay. Deep corner immediately in Spanish. We have fouls now. Shëmë edhe statistikat të përgjithshme në pothuajse të gjitha aspektet. Pejanët dominojnë në të gjithat. Dhe kemi me Musab Malën dhe 24 sekonda të reja për ekipin e Borës.
Mehmedi për Malen. Mala. Topi vjedhur nga Towns. Do të shkoj vedej në fond me tabel, nuk shënon, kapet topi nga Cambridge me një dorë. Shtyhet para për Shirkon, për sëri për Woods, i cili bën ngulitje. Derek Woods për 60-50. Towns, të se radhe mbrojtja mirë nga Bora, shtyhet topi për Henrik Shirko. Edhe një tjetër aksion i mirë nga musafirët, Arti Hajdari me faul. Ndërkohë që Derek Woods do të ketë 2 të lira. Hajdari me personalin e tij të tretë, ka time out, kësaj radhe e kërkuar nga Sebastian Krastovec. Shënon të parën Derek Woods. Periodët e dytën 60-51. Botja mirë dhe agresive nga Bora. Visjunas ka përhapat në dribling Daryl Morsell. Mala. Shirko, Musab Mala. Cambridge. Woods. Woods nuk shënon. Ka topi nga Ranukaj. Vëndë shumë kjo aksion për të dy ekipet. Musab Mala me faul. Gatrohet aty edhe me gjyqtarin e tretë. Adrian Kutalani kërkon ndjes. Ja dhe një e përfshin në lojë aty lojtari Pean. Jo me dëshirë natyrisht. Aksidentalisht Marquis Towns. Me fatë të raportoj sa gjithçka është në rregull edhe me Towns edhe me Ariane Kurtalanin. Amin Hot për Ranukaj. Krisjunas dale hapin. Amin Hot ka shkelur vjen ansore. Amin Hot Musab Mala. Cambridge, i cili temë tani nuk ka shënuar asnjë pik. Musab Mala gjuhën për nuk shënon. Amin Hot në kundërshtim, është i vetmuar për zbritjen e bashkëtarëve. Ndal ritmin, shtyn topin për Morsell. Mehmedi
Tenton të bëj presion dhe bën faul. Zat Mehmeti, personale ati e tret. Amin Hot. Krisjunas. Pasimi për Dadan Berishën, i cili hyn deri në fond, do shënaj Dadan Berisha. Pika tje 9. 62-51. Musa Mala. Mala. Gjuajtja për 3, nuk shkan nga Cambridge. Ende pa pik në 18 minuta gjysmë lojë për Cambridge. Krisjunas. Pasimi gabuar nga Amin Hot, arrin të mbar posedimin e topit. Marcel nxjerr topin jashtë për Ronukaj me 2 lëvizje mashtruese. Ronukaj dërgon takimin në time-out. Të kërkuar nga Danilo Rakočević. Mehmeti me 9 pik, 2 kërcime. Alex Lomax. Woods. Mehmeti. Mehmeti shkon vetë deri në fund dhe ka faul ndaj tij. Ashtu thot Ade Goçaj. Mendimi i gjyqtarit Goçaj nuk pranohet edhe mjaft mirë nga drejtori Pejan. Ta shohim edhe një herë. Nga kikon nuk vrehet edhe aq, por ju lëm juve të vlerësoni. Për shkak të reagimeve ka edhe një teknike. Mehmeti do të ketë quajtjen ekstra të lirë, të parën e bën 10 pik për Rezat Mehmetin. Shënën pas nga vija gjytjeve të lira, Mehmeti nuk ka gabuar asnjë deri më tani. 19 pikë për të. 2 asistime, 2 kërcime. Nuk shënon në gjytjen e dytë. E topi i takon Pejanve. Jetmir Zeqiri bëri kërcimin, por ai top ka prekur semaforin mbi konstruksionin e koshit. Amin Hot. Berisha. Për Hot. Krisjunas vjen në blok. Amin Hot vjet topin jashtë. Për do shta ju në tentimin e parë për Dervil Marcel, po është qendra Benas Krisjunas, i cili bën pikën e 6 plus 13, 5 minuta e 5 sekonda deri në fund të këtij takimit. Kthehej përsia prej cifrës 2 shifrore, më saktësisht 13. Mehmeti e godet në këmbë, aty do të jetë topi humbur nga Bora.
Amin Hot. Hot. Shkon vetë në fund, po të opsione tjera, ndonë se e të proj në këtë rast, por bën personale që e fut në të lashe e tjetë personale ati e katët. Shojmë Danilo, jo Sebastian Krastovec, sigurisht në mendime se që ka të bëj me pozicionin e playmakerit. Lomax, Zeqiri, Woods, i difishuan, gjerë topën jashtë për Alex Lomax, i sakt është Alex Lomax. 6-5-6, 4 minuta 20. Amin Hot. Kako, 10 sekonda, tashmë 8. Në kolevizje të lojtarëve pa top, tek pejanet. Amin Hot. Gjuajtja për 3, nuk shkon, Ronukaj shpatan posedimin e topi, gjen Amin Hot dhe pikët e leta. Çfarë aksioni, me fat për shumë guxim dhe vetë mohim, sidomos nga Ronukaj i cili besoj në ato, arrin ta kthen topin në lojë. Aksion pa dëshim ndër më të bukur deri më tani. Alex Lomax në anën tjetër, nxjerr topin për Zeqirin, jo asafa nuk është ajo, kapet topin përsëri nga Cambridge, i cili bën pikët e para pas 21 minutave lojë në parket. Marcel, mbrojtja mirë nga Mehmeti, Marcel me rolling, ka fall ndaj drejtarit të Pejan. Ta shojmë aksionin komplet, ja dhe njëherë dëbimi nga koshi Ronukaj, duke ndjekur atë gjithçka në rregull dhe brapa shpinës, topi deri tek Amin Hot, ky fundit për Benas Grisjunas. Ukaj, duar trokitet në dalje dhe me plot merit aksion i cili potencialisht do të fitoj këtë takim. Tashmë 10 përsia, 93 minuta 19 sekonda janë të mëdha në basket, në basketbol më saktësisht. Por Pejanët të jenë shumë afër fitores së tyre të radhës, do të jetë 13. Kujtojmë edhe një herë, njëkohësisht është një tjetër lojë duke zhvilluar ajo ndërmjet Cikal Prishtinës dhe Golden Eagle Lyri, dhe këta të fundit thjesht janë duke deklasuar ekipin e Prishtinës në kryeqytet. 57-82, edhe atje vetëm 2 minuta ka mbetur deri në fund. Nuk e di se çka është duke ndodhur. Da Silva, foul. Mehmeti do të largohet nga loja për shkak të 5 personaleve. Sakt një gjyrë në parë është Tulio da Silva. Sakta në gjyrin e dytë. Da Silva, pika ti e 10. E 11 në fakt. 71 me 58. Alex Lomax, Shirko për 3, nuk shënon. Shtyje topin nga Cambridge, çfarë ngritje monstruoze nga Cambridge, bllokohet deportimi nga Alex Lomax, nga kush tjetër pos lituanezi Benas Grisjunas. Hot për Dalan Berishën. Berisha, pasimi për Silvan, cilën nuk ka bën.
Silva me 12 pik, Berisha me 5 asistime. Alex Lomax, Zeçiri për 3, nuk shënon. Kapet topi nga Cambridge, mësia e dytë për sëri Zeçiri, do të shkoj vetë deri në fund, pike nuk do të pranohen, nuk besoj. Apo? 2 gjujtet e lira, po. Falë është bërë më herët. Elami Noti me personon 5, largohet nga loja, detaj i dytë në këtë takim, pas Zat Mehmetit. Dytë lira për Jetmir Zeçirin, i cili ka 5 pikë deri më tani ka të kërcime. Shënon në gjujtjen e parë. Kjo është hera e 4 që takohen këto dy ekipe, ashtu të dikton formati i ligës tonë. Të gjitha videoet janë në favor të ekipit e Pejan. Krasiunas, pikë të reja, 75-59. Krasiunas me 13 pikë, 12 kërcime me double-double është qendra Pejane. Cambridge për 3, Gjuan shënon nga një pozitë për 9 metrave. Benas Krasiunas duar trokitet me plot meriti është lojtari, mund të themi më i mirë tek Pejana, ndonë se jo më efikasi, por me double-double kontributi i tij është i pa diskutueshëm. Lomax, Shirko, pasi një gabuar, përfiton aty Marquis Towns, i cili ndalet me faul nga Henrik Shirko. Ja, shohim edhe njëherë Benas Krasiunas me kontributin e tij. Tash edhe më herë double-double lojtar i jashtëzakonshëm. Shënon të dyja Towns për 76-62 dhe tash mund të themi që Peja e bën fitore në tyre të radhës, më saktësisht Pejanët me 13 fitore dhe 11 humbje. Zeçiri 76-64. Towns ka bën pasim. Lomax për 3. 76-67. Apo është e dyshë në fakt nga Alex Lomax. Ja, shohim edhe një herë, këngjes. Alex Lomax me 12 pikë, 14 pikë, 2 kërcime, 4 asistime. Në tjetër, Daryl Morsell shënon në gjujtjen e parë, 9 pikë, 8 kërcime, 2 asistime. Një tjetër kontribues i rëndësishëm në këtë fitore e Pejanëve. Nuk shënon të dytën, Zeçiri për Alex Lomax. 42 sekonda deri në fund. Lomax kërkon hapësirë, shkon vetë dhe shënon. 77-68. Faul, do të kemi 2 të lira përsëri për lojtarin me numër 4.
Ariel Morsell. Shënon të parën 10 pikë. Saktë në të dytën. Beda Berisha largohet nga loja, do të rëkitet edhe ky. Me 9 pikë. Të gjitha jashtë perimetrit, 3-3 ndonë se jo me përqindje të mirë, por të rëndësishme ishin ato pikët për ekipin e tij. Morsell, Dalhoven do të konsumoj tërë kohën e mbetur dhe këtu besoj që do të përfundoj ky takim rezultati përfundimtar 7-7 me 69 me 68. Një fitore plotësisht e merituar e pejanëve. 18-13 që rregull i parë, 21-17 i dytë, 17-16 i treti edhe i katërti ishte fituar me rezultate 23-22. Edhe njerë, pejanët fitojnë me plot merit. Të ndërruar shikues do të shkputemi nga ky transmetim i drejt për drejt, por së shpejti do të jemi me ju përsëri me intervistat e dy trajnerëve të ekipeve përkatës. Pas pak. Rikthehemi shikues të nderuar, jemi përsëri në sallën e Karakaçit në Pej, me neve është kryetaneri i ekipit të Borës. Të shohim se si ka përjetuar këtë ndeshje. Coach, you were chasing the score all the time. Was it too many threes, attempts and rebounds? Main reason? We didn't play good at all offensively. Rebounding, we knew it will be a problem because they are a very athletic team. They hurt us in rebounding last game when we played. Now they have two more Americans, one or two, I'm not now sure, comparing that our last game, and we have their problems. Of course, shooting for three-pointers was not good, and it didn't start good. I think we started the game very well offensively, but we didn't use our opportunities, and we got too nervous, and we didn't know how to came back. In general, our offense is not how it was before. We have some big problems. I was thinking if we have 1-2 more players in rotation, it will be better, but apparently it's not better. So, but I believe everything comes from practice. This is what I always say. And if someone has some behavior, attitude, or I don't know what on practice, this comes on the game the same. And for me, maybe I'm still somehow young coach, but I have principle who shows on practice will play on the game, and that's it. Maybe I broke a little bit today this principle, wanted to try someone to give someone some chances, more or less, so we will see for next game. I really appreciate your openness in explaining, what's going on. Always. Absolutely. I always say what I mean. It's not always good. I know, but even, you but need to be honest even. Yes, but we need to have some views also on YouTube or television, maybe. Do you suggest that some of the players did not raise their game today? Yes, for sure. We didn't have complete everyone focused for the game. Very simple. I think that we can use some things in offense a lot better, but we didn't use it, and that's it. But like every game, you lose, you win, you analyze, you continue to play. Next game we have a Saturday home against Bashkimi, big game, one more for us, and we are looking for the wins as much as we can till the end. We will see what the next game will bring to us. Fantastic. One thing is for sure, you identified the problems, so I'm sure you're going to work on them. I wish you all the best and success for the future. Thank you very much. Thank you very much for your time. Coach, have a nice evening. Good night. Ky është kryetaneri i ekipit të Borës dhe pafundësisht i sinqert me problemet e ekipit të tij, ishte pak kënaqur me lojën në sulm dhe natyrisht jo me emra, por identifikoi që qëndrimi apo atitudi qëndrimi i lojtarëve ndaj lojës nuk ka qenë në nivel. Dhe natyrisht në pyetjen e dytë duke i thënë më shumë duke i sugjeruar që me faktin që i ka identifikuar problemet e ekipit të tij, dhe tashmë natyrisht i mbetet atij të punojë për ndeshjet e radhës. Për pak besoj që do të kemi edhe kryetarërin e ekipit të Pejan, ju kërkoj për pak durim të nderuar shikues.
Përsëri jemi në Karagaç të nderuar shikues, tash jemi me kryetarënin e ekipit të Pejan. Të shohim se si po këtë takim. Coach, congratulations on the win. Thank well you. deserved. You started well, you finished well. Another favor which is great, I think. This is your 13th win and you're chasing the position on the regular table, but I don't know whether you know, but Pristina lost against Uli in Pristina deep. So how do you see the whole day? Must be very happy. I mean, for us it's important to win because now we are also theoretically in the playoffs, 4 rounds to go. So that's a good thing for us. Now we can focus on preparing for the playoffs, and this we'll see the best standings we can get after the end of the regular season. All tough games ahead. Bora also a tough team to beat, so we're happy with this win. I think we controlled the game most of the time. Last quarter we allowed them too many points, but overall it was a good game. You have a very hard, maybe the most difficult schedule for the last 3 games. Yes, for sure. Top teams, but if we want to do something this season, these are the teams to beat. So we will see. We'll test our strength against them. So, if there is one thing that you would like to improve your team against the 3 teams that you're going to play that are above you, which element would you improve? I mean, overall, we are not in great shape offensively yet. We got low percentages. We fight. We got good effort on defensive side. We need to get on the same page offensively. Still a lot of work to do. We basically got the team together for the last 2 weeks. So I think by the time playoffs start, we'll be better than we are now. Fantastic. Coach, thank you very much. Again, congratulations on the win and I wish you all the best for the future. Thank you. Thank you. Good night. Ky është kryetarëneri e ekipit të Pejan dhe natyrisht i kënaqur me fitore së pari dhe i pyetur në 2 pyetje njëkohësisht në fillim, duke thënë se fitoria ishte plotësisht e merituar, por dhe Golden Eagle Ylli ja ka bërë një nder ekipit të Pejan për faktin që ka mposhtur si musafir ekipin e Prishtinës dhe kjo afrohet me rezultat fitore dhe humbje. Natyrisht tha që i kënaqur me të gjithat ndodhi që ka ndodhur sot dhe në pyetjen e dytë se çka kishte ndryshuar apo çka kishte përmirësuar në ekipin e tij sa i përket performancës së tyre, duke ditur që ka një orar të ngjeshur dhe të vështirë në 4 ndeshjet e fundit. Tha natyrisht pjesën ofanzive apo sulmi është një element të cilin natyrisht ekipi Pejan mund të përmirësohet. Të nderuar shikues, kjo do të jetë e tëra nga ne këtu në Karagaç. Ju dëshirojmë një mbrëmje të këndshme dhe mirupafshim në transmetimet tona të radhës.